është një kërkesë taksative e Bashkimit Evropian, jo vetëm që këto para duhet të kthehen, por është kërkesë e domosdoshme, sepse ndryshe Shqipëria nuk përfiton dot më mbështetje financiare nga fondet IPART, pra fondet IPA, për bujqësinë në vitet e ardhshme. Dhe sot që ne flasim, është instrumenti IPART 3, 112 milion euro, i cili është i bllokuar për shkak të këtij abuzimi që po diskutojmë. Do të thonë këto autoritetet tona, po themi, kanë shkuar dhe u kanë thënë këtyre që ua kanë dhënë parat me mik në mënyrë të parregullt që kthenin mbrapsht dhe as ata si kanë kthyer pas. Vetëm një pjesë e vogël i kanë kthyer. Ne kemi u lumtuar, sigurisht që Ministria është treguar shumë, po themi, nuk e ka dhënë të gjithë informacionin e kërkuar nga emisioni Plug. Ne kemi kërkuar në rrugë të tjera, po themi, informacion. Kemi zbuluar emrat e atyre që kanë arritur deri më sot, po themi, t'i kthejnë një pjesë të shumave parave. Ndërsa janë shumë përfitues, mbi 80 përfitues, nga këta që Ministria zyrtarisht i cilëson si përfitues abuziv, apo që kanë abuzuar me fondet e Bashkimit Evropian, të cilët nuk i kanë kthyer këto para, pra rreth 13 milion euro, nuk janë kthyer dhe janë përfitues të cilët sot ndodhen në procese gjyqësore me Ministrinë e Bujqësisë. Dhe duke llogaritur, po themi, të gjitha afatet e zgjatjeve të gjyqeve në Shqipëri, apelimet, të gjitha shkallët, sepse ka përfitues nga të dhënat e mia që pretendojnë që kanë pasur përfitime të rregullta. Pra që nuk e pranojnë ata që thot Ministria. Ka përfitues të tjerë që refuzojnë t'i kthejnë parat për shkaqe nga më të ndryshme. Dhe kjo procedurë do të zgjasin në kohë. Pra, ka 2 vjet programi i parë, sepse që në momentin e parë që u bë bllokimi i fondeve, u publikua skandali, Ministria supozohet nisi kërkimin e kthimit të fondeve nga përfituesit, por në 2 vjet Ministria ka arritur të mbledh 1.3 milion euro. Çka do të thotë? Ministria quan abuzues ta që kanë marrë fondet, nuk e quan veten dhe do ta shpjegojmë edhe këtë pjesë, do ta shpjegojmë, sepse kjo është një histori komplekse. Është një histori komplekse sepse në vitin 2015 Ministria ka nënshkruar, pra qeveria shqiptare, Kuvendi i Shqipërisë ka ratifikuar ligjin e posaçëm për menaxhimin e fondeve IPART, që është instrumenti i parantarësimit, pra është grante mbështetëse që Bashkimi Evropian ja dhuron Shqipërisë për të rritur kapacitetet në të gjitha fushat, jo vetëm në bujqësi, por në të gjithë sektorët, po themi jetëti, që t'i përafrohet tregut evropian, por edhe fushën e legjislacionit e tjerë, sepse i njëjti instrument është edhe për reformën në drejtësi. Pra janë dhënë 100 milion euro edhe për reformën në drejtësi, me synimin që Shqipëria në fund të, po themi, të procesit të negociatave, të ketë një sistem gjyqësor apo një sistem drejtësie i cili është po themi, i përafrohet vendeve të Bashkimit